Përplasjet e ndërmjet e partive të bllokut të Maqedonisë nuk kanë të ndalur. Nga partia opozitare LSDM akuzojnë kryeministrin Hristijan Mickoski se po bllokon me vetëdije procesin eurointegrues të vendit dhe se në 2 vite janë zbatuar vetëm pjesërisht 2 nga 10 pikat kyçe të reformave. Sipas LSDM-s, Mickoski nuk dëshiron të zbatojë reformat europiane sepse ato sjellin sundim të ligjit dhe drejtësi, përfshirë një gjyqësor të pavarur dhe funksionimin e prokurisë publike europiane. Partia opozitare se mos realizimi i ndryshimeve kushtetuese dhe mos përfshirja e pakicave në kushtetut, po e mbajnë vendin në blokadë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Nga 10 pika kyçe vetëm 2 janë zbatuar pjesërisht në 2 vjet, tani 8 duhet të përfundonin në 1 muaj. Këto nuk janë reforma, këto janë gënjeshtra. Mickoski nuk po i përmbush reformat sepse nuk dëshiron t'i përmbush ato. Ai nuk e do bëhen sepse reformat evropiane sjellin ligj dhe drejtësi. Ndërkaq, nga VMRO-DPMN kanë reaguar ndaj qëndrimeve të LSDM-s lidhur me procesin eurointegrues, duke deklaruar se ndryshimet kushtetuese nuk janë kushti i fundit për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe se Bullgaria ka kërkesa më të gjera ndaj Maqedonisë. Sipas partisë në pushtet, lideri i LSDM-s Venko Filipçe po heq ndaj deklaratave të presidentit bullgar Rumen Radev, i cili sipas Valentin Manasievskit vazhdimisht konteston identitetin, historinë dhe gjuhën maqedonase. Është e qartë se i vetmi që u beson pa rezervë mesazheve të Rumen Radevit se ndryshimet kushtetuese janë pengesa e fundit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, është pikërisht i dërguari special bullgar në Maqedoni, Venko Filipçe. VMRO-DPMN akuzon Filipçen se nuk ka reaguar as ndaj deklaratave të Radevit se gjuha dhe identiteti maqedonas ekzistojnë vetëm pas vitit 1945 dhe as ndaj disa deklaratave tjera ku ka thënë se disa revolucionarë maqedonase janë bullgar. Nga VMRO-DPMN shtojnë se interesat kombëtare maqedonase dhe dinjiteti i shtetit nuk duhet të jenë objekt pazari politik.